në FSK? Asnjëherë nuk ka pas krizë për ushqim në FSK, ka pas fjalë. Ka pasur raportime, ka pasur fotografi. Kam pas përpjekje për ta pasqyruar një anë të kundërt të së vërtetës. Gjithnjë ka pas ushqim, normal që ka pas procese me të cilat ka ardhur deri te ajo që të zgjidhet problematika e ushqimit, por që nuk ka pas kurrë mungesë të ushqimit dhe nuk ka pas edhe çorientim të furnizimit, por ajo është shumë rregull, ushqimi është cilësor, i bollshëm, i mjaftueshëm dhe i rregullt. Tash është mirë. Mirë ka qenë edhe atëherë. Mirë pas ka qenë. Mirë ka Ka qenë. raportimet? Por raportimet kanë dashur, më qenë pasur. se kanë qenë disa përplasje rreth operatorëve të cilët kanë tentuar të vazhdojnë me monopolin që kanë pasur, por që në konkurrencën e përfitimit të tyre nuk kanë arritur dhe është bërë një ndryshim duke tentuar që të menjanohen ata format të veprimit më të tjeshëm, por të shkohet në format të realizimit të projekteve në mënyrë më të mirë, që të ketë sigurinë ushqim, që të ketë ushqim të mirë, cilësor, të mjaftueshëm, dhe pikërisht dikujt nuk i ka konvenu kjo. Domethënë dikush ka dashur ende të përfitojë nga kjo formë dhe në momentin kur ne kemi marrë hapa. Kush ka dashur të përfitojë? Po zakonisht operatorë, njerëz të cilët kanë pasur në të kaluarën edhe monopole të përfitimeve të vazhdueshme në tenderim dhe në momentin kur largohet normal që nuk ju konvenon dhe kanë gjetur njerëz të cilët kanë ditur me ngritë zërin dhe kanë tentuar që me e qit një anë të kundërt të së vërtetës. Po e vërteta ka qenë se ushqimi ka qenë i rregullt, ka qenë cilësor, është i mjaftueshëm dhe gjithçka